Përshëndetje shikues të nderuar. Unë për ju sot kom sjell një recetë me pirin grasano. Dhe do ta kombinojmë me perime diçka. Është diçka pak më e re, por nuk do të thotë që se keni provu deri më tash. Prandaj, ndërkohë po e zim fillimisht pirin dhe po ju tregoj. E keni udhëzimin shumë të mirë këtu, por megjithatë unë mendoj që nëse ju demonstroj si gatuhet, do ta gatuani shumë më lehtë. Andaj, fillojmë kështu. Në tenxhere i veni gjys litre ujë, pak krip, e mbuloni dhe e leni me vlu. Ty i keni të ndame këto me porcione, si dëshironi, varet prej antarëve dhe familjes si jeni, prandaj është shumë praktike, nuk ju shkon dom, sa që nevojitet, aq që bani. Ky paketim mjafton për 4 persona. Tani derisa të vlon uji për pyre, ne po e përgatisim për shtojcën, të cilën do ta kombinojmë me pyre. Atëherë merrni një tigan dhe i shtoni ujë. E mbuloni mirë dhe e prisni derisa të vlon. Tani uji i pyres ka vluar dhe për mos më ju bë dromca, uji që ju ka vluar e largoni prej pllakës të nxehtë dhe ja shtoni 1 decilitër e gjys qumsht. Gjithashtu ja shtoni një copë gjallë dhe tash gjallë pa shkri dhe ja shtojmë pyre. E përzim mirë. Mundeni me kthy prap në pllakën ashtu të fikur, po që është pak të nxehtë, dhe e përzini deri në dënsinë cilën dëshironi me qenë pireja e trash. Dhe ashtu të nderuar, u fitu si një krem, një pire jashtëzakonisht e mirë dhe e shishme. Grasano pireja me të vërtet është kvalitet dhe shumë e shishme dhe siç po e shihni është shumë lehtë për ta gatuar. Nuk keni nevojë me qiru patate, me vlu, me zije, Kjo nuk dallon fare prej pires të cilën e gatuani me patate të zijera. Dhe tash kjo është e gatshme, e mbuloni dhe atëherë fillojmë të përgatisim shtojcin. Në tiganin ku e keni qit ujin, i shtoni pak krip dhe 1 apo 2 lugë vaj. E mbuloni mirë dhe e prisni me vlu. Atëherë e merrni lakën. Unë po e përgatis tash vetëm për 1 person, më thonë se sa mjafton sa për me ju demonstru. Kurse ju e merrni lakën në shtëpinë të ju dhe i doni për shembull për secilin person kështu lakën në 4 pjesë. Ajo duhet me qenë një pjesë e laknës e cila nuk shpërbëhet gjatë zirjes, do me thonë e ndani tamam si një copë mish. Dhe tash pasi ka vlu uji, e lëshojmë butësisht kështu lakrën në ujë. Dhe pasi të fillon me vlu me lakën kështu, 2 minuta e nxjini në anën A dhe 2 minuta në anën tjetër. Ose mund ta mbuloni kështu dhe ta ulni temperaturën dhe ta leni për 5 minuta. Dhe tani kjo lakna u zi për 5 minuta në dy anë dhe tash e nxjerrim nga tigani dhe e vëmë të kullohet pak. Tash para se ta fillojmë me supë, po pastroj pak shpërretin me slepi, fasoletat e lagshme, enkas për kuzhinë. Fasoleta jashtëzakonisht e mira, kvalitet, le që pastroj mirë, po edhe lojmë një aromë jashtëzakonisht e mirë dhe të këndshme në kuzhinë. Atëherë, tash në njëjtin tigan ku e kemi gatu, e kemi zi laknën, e lojmë pak mu nxe, dhe sabura na mundson edhe ma shpejt me punu, të me thonë mos me prit tash me hup pak, ja tani e ponën tiganin si duhet. Atëherë, tu e shtrojmë pak gjalp dhe pak vaj. E unë pak temperaturën dhe ngadalë e lëshoni laknën në yndyrë. Tani laknën si shtoni pak erza pitata, pak oregano dhe shumë pak piper të kuq. Laknën e fërgoni deri në atë mas, deri në atë të vreni që është kuq. Është një kombinim shumë i mirë për arsye se edhe lakna është një perime jashtëzakonisht e mirë, për arsye se është shumë e mirë për tretje.
bile në disa raste dhe avënson edhe mish. Pastaj, edhe në anën tjetër, pasi që të keni rrotullu, i shtoni njejt erëza të thata, pak oregano, piper të kuq, dhe e dheni kështu të skuqet sipas dëshirës derisa jo merr mene që o skuq mirë. Dhe tani kjo është e gatshme dhe mundemi me servu. Dhe ja shikues të nderuar, pjata është e gatshëm për të ngrënë, e servuam një pjatë shumë të mirë me piren grasano, shumë të shishme, shumë të mirë dhe me lakën të fërkuar. Dhe gjithashtu këtë pjatë mund të shoqëroni me Green Garden, perimet e konzervuara, keni disa lloje. Kam provu këto janë ma djegse nëse keni dëshirë, keni tranguj, keni sallatë përzime. Shikues të nderuar, me këtë pjatë të shishme, të bukur dhe të mirë, deri në emisionin e radhës, unë ju përshëndes duke ju uruar gjatë të mira.